Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e ish-deputetit Ervin Saliani për lirimin nga burgu. Ish-deputeti PD-s kërkoi revokimin e dënimit me 1 vit burg, të dhënë nga Gjykata e Apelit më 27 shtator të vitit të shkuar. Seanca e të martës u zhvillua pa praninë e palëve, por vetëm me shqyrtimin e akteve nga Gjykata, e cila në përfundim dha vendimin për rrëzimin e rekursit. Po ashtu, Gjykata nuk pranoi as kërkesën e gazetarit Jetmir Oldashi, i cili u dënua nga Apeli me 6 muaj heqje lirie, por që ju konvertua me 100 orë punë. Saliani, i cili po vuan dënimi në burgun e Fierit, u shpall fajtor për kallëzim të rrem, në lidhje me një denoncim për vëllain e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Në 2018 publikoi materiale të prezantuara si audiopërgjime, përmes të cilave pretendonte se vëllai i ministrit të Brendshëm atë kohë, Fatmir Xhafaj, ishte i përfshirë në trafikun e drogës. Por nga hetimet rezultoi se gjitha ishte një material i montuar dhe biseda me dëshmitarët e arrem ishte tëra e simuluar për të ngarkuar vëllain e ish-ministrit. Rrëzimi i rekursit të tij u komentua nga Ervin Saliani në rrjetet sociale. Nga qelia, Saliani shkruan se nuk është i habitur nga ky vendim, i nxitur, kërkuar dhe stisur nga Edi Rama. Sipas Saliani, dënimi i tij bëhet për ta eliminuar nga betejë politike pasi në çdo përballje e ka mundur mazhorancën. Pas këtij vendimi reagoi edhe Partia Demokratike. Nën kryetari Luciano Boçi tha se lënia në burg e deputetit Ervin Saliani tregon edhe një herë se Edi Rama nuk heq dorë nga paranoja për të kontrolluar sistemin e drejtësisë dhe për të goditur me të kundërshtarët politik. Sipas Boçit, më 11 maj përgjigjja do të jetë e qartë dhe plebiscitare si për urdhëruesit ashtu dhe shërbëtorët e kësaj pegmarrjeje politike me gjykatë.